Ish-zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, është arrestuar sot pas paraqitjes vullnetare para autoriteteve në pikën doganore të Bllacës, rreth orës 06:10 të mëngjesit. Artan Grubi, i partisë së Ali Ahmetit, u ndalua menjëherë dhe janë ndërmarrë masat ligjore sipas procedurave në fuqi. Ai është përfshirë në një hetim që lidhet me dyshime për keqpërdorim të pozitës zyrtare, korrupsion dhe shkelje të procedurave të prokurimit publik. Hetimi lidhet me funksionimin dhe kontratat e lotarisë shtetërore të Maqedonisë së Veriut, ku vendime dhe procedura të dyshuara kanë shkaktuar shqetësime për ligjshmërinë e tyre. Sipas organit të akuzës, këto vendime dhe kontrata dyshohet se kanë shkaktuar dëme financiare të konsiderueshme në buxhetin e institucionit, që përllogariten në mbi 8 milion euro. Prokuroria pretendohet se përmes këtyre procedurave janë favorizuar subjekte të caktuara ekonomike duke cënuar interesin publik.